nderuar punonjës të medjave dhe të kabinetit qeveritar, të dashur qytetar. Javën që shkoi e mbyllëm me një seri lajmesh të mira për Republikën dhe qytetarët. Pas miratimin qeveri dhe ratifikimin në kuvend, Komisioni Evropian nisi transferimin e mjeteve në vlerë prej 61.8 milion euro si parafinancim për Republikën e Kosovës në kuadër të planit të rritjes. Tashmë në buxhetin e shtetit janë bartur 28.74 milion euro në formë kredie, ndërka që pjesa tjetër e parafinancimit në vlerë prej 33.04 milion euro do të kalojë nëpërmjet kornizës investuese për Ballkanin Perëndimor apo WBIF siç njihet me shkurtesë, e prej tyre 17.73 milion euro janë grante, ndërka që 15.31 milion euro të tjera janë kredi. Pra krahas mbështetjes direkte buxhetore, këto mjete do të investohen në projekte konkrete infrastrukturore nëpërmjet kësaj kornizës investuese për Ballkanin Perëndimor. Projekti në vlerë për 9.3 milion euro për rrjetin e transmisionit së bashku me Bankën Gjermane për Zhvillim është nga të parët të cilët do të financohen. Por parafinancimi përbën vetëm 7% të totalit prej 882.6 milion euro, të cilët Bashkimi Evropian i ka vënë në dispozicion për Kosovën në kuadër të planit të rritjes. Në hapin e radhës, pas përmbushjes së disa veprimeve dhe reformave, përfitojmë deri 9 milion euro, por duhet bërë miratimi para fundit muajit qershor i disa prej ligjeve që veçse i kemi proceduar dhe të tjerëve të cilët do t'i procedojmë kuvend sot dhe në mbledhjet e radhës. Andaj teksa falenderojmë deputetët për angazhimin dhe kontributin e tyre, kërkojmë që pa humbur kohë të vijojmë me trajtimin me prioritet të lartë dhe miratimin e projektligjeve, të cilat përveç se e përmirësojnë infrastrukturën ligjore, i sjellin vendit dhe qytetarëve edhe përfitime financiare me projekte të rëndësishme. Të dashur qytetar, miratimin në shqyrtim të parë i projektligjit për byron shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme, padyshim që përbën një lajm shumë të mirë për vendin tonë dhe drejtësinë. Për këtë falenderojmë të gjithë deputetët të cilët në seancën plenare votuan për. Por që institucioni përkatës, pra byroja, të jetësohet e të nisë punën, është i domosdoshëm miratimi i këtij projektligji edhe në shqyrtim të dytë, përkatësisht lexim dytë. E dim që emri i ligjit ka trazuar shumë kë, prandaj kundërshtimet kanë qenë të mëdha, madje edhe të mbështjellura si ankesa në gjykatën kushtetuese. Vazhdojnë të jenë ende të mëdha, por ne nuk mund dhe nuk do të ndalemi. Do të jetësojmë këtë zotim, byroja do të bëhet sepse me të përfundimisht merr fund ajo parolla që kur nuk do të duhet na përsëritej në të ardhmen, rroga e vogël, fitimi i madh. E kemi thënë edhe më herët, pasuria e fituar në mënyrë të palegjshme kur nuk është as private e as legjitime, sepse ajo kur nuk është fituar. Të dashur qytetar, me vendosmëri, angazhim, përkushtim e sakrificë në qeverisjen tonë edhe në këto ditë të mandatit të tretë kemi shpartalluar bandat kriminale paraushtarake që shërbenin si struktura paralele ilegale të Serbisë në veri të vendit tonë, Republikës së Kosovës. Kemi shtrirë sovranitetin dhe kemi vendosur rende ligj përkundër skepticizmave e mosbesimit. Fatkeqësisht fqinji ynë verior nuk është tërhequr nga përpjekjet destabilizuese, por fatmirësisht prania vigjilente e shtetit në çdo cep të Republikës po sjell rezultate në betejën ndaj çrënjosjes së të gjitha celulave terroriste dhe të armatimeve të tyre. Në këtë kontekst, përshëndesim aksionet e institucioneve tona përkatëse të sigurisë, të cilët gjetën dhe konfiskuan sasi të konsiderueshme armatime e municioni në lokacione të ndryshme në veri të Republikës. Gjithashtu, mirëpresim arrestimin e Stefan Radulović, i lidhur me sulmin terrorist paramilitar në Banjës të Zveçanit në shtator të vitit 2023,
që kishte për qëllim aneksimin e veriut vendit tonë dhe ku u vra rreshteri i policisë së Kosovës, heroi Afrim Bunjaku. Ky është një hap përpara, drejtësia bëhet e plot vetëm kur bashkëpunëtori i Radulović, kryeterroristi Milan Radojčić dhe grupi i tij në tërësi vihen para drejtësisë në Republikën e Kosovës, ku do të kenë gjykim të drejtë e ferm. Se luftimi i krimit organizuar është i pakompromis dhe shtrihet anë e kënd, dëshmojnë edhe aksionet e suksesshme antidrogë në Pejë dhe ato antibigjoz në disa qytete të vendit tonë. Të nderuar anëtar të kabinetit qeveritar, të dashur qytetar, kemi hyrë në pjesën e fundit të muajit prill dhe para vetes, siç e dimë të gjithë, kemi një afat kushtetues i cili po afron. Shkuara në zgjedhjet parakohshme parlamentare, unë besoj që nuk është opsion. Zgjedhja e presidentit është detyrë kushtetuese e të zgjedhurve të popullit. Kjo kërkon vullnet për zgjidhje, gatishmëri për kompromis dhe vendime jo të lehta. Ne e dimë që nuk ka parti që mund të pretendoj se i fiton 80 e më shumë deputet. Andaj duhet të pranohet rezultati i zgjedhjeve dhe nga ato pozicione të zhvillohen diskutime të sinqerta e të arsyeshme në interesin më të mirë për vendin tonë. Ne jemi të hapur për zgjidhje e cila i përgjigjet vullnetit qytetar. Shteti ynë ka nevojë për stabilitet institucional, veçmas në këtë kohë të trazuar nga zhvillimet e tensionet gjeopolitike. Por përtej kësaj ka nevojë për një stabilitet dhe parashikueshmëri, sepse qytetarët kanë bërë zgjedhjen e tyre me 28 dhjetor, pra para vetëm 113 ditësh. Qytetarët votuan për 4 vjet dhe në përputhje me vullnetin e tyre, së shpejti do ta sjellim për miratim programin qeverisës 2026-2030. Jemi të bindur që një cikël i ri zgjedhor nuk sjell ndryshimet në anë rezultat, por mund t'i vonoj punët e mira dhe të na humbas mundësi e fonde, si dhe të krijoj shpenzime të tjera të panevojshme, duke filluar nga së paku 10 milion euro për KQZ. Të nderuar kolegë nga kabineti qeveritar, sot në rendite kemi plot 24 pika, përfshirë procedimin për ratifikim në kuvend të disa marrëveshjeve ndërkombëtare dhe amandementimin e atyre ekzistuese, si dhe miratim të nismave për lidhje të marrëveshjeve të reja ndërkombëtare. Kemi edhe disa projekt ligje të rëndësishme, nga të cilat, siç thash edhe më herët, përfitimi është i dyfisht, infrastrukturë ligjore me standardet e Bashkimit Evropian dhe mjete financiare nga plani i rritjes. Duke mos dashur që t'y marr kohë edhe më shumë, me qenë se kemi një ditë të ngjeshur me takime aktivitete, ju ftoj që ta nisim me njëherë rendin e ditës në mbledhjen e 11 të qeverisë sonë të paraparë për sot. Ju faleminderit. Pika e parë është shqyrtimi i propozim vendimit për aprovimin e ekstraktit të procesverbale dhe transkriptit të mbledhjes së 7 qeverisë së Republikës Kosovës dhe ekstrakteve të procesverbaleve të mbledhjeve të 9 dhe të 10 elektronike korresponduese të qeverisë së Republikës Kosovës. Të nderuar kolegë, këto ekstrakte u janë shpërndarë në linkun e materialeve të mbledhjes së 11 të qeverisë. Nëse nuk keni ndonjë vërejtje, ju ftoj për miratim. Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e dytë është shqyrtimi i projekt ligjit për ratifikimin e amandamentit numër 2 të marrëveshjes financiare ndërmjet Republikës Kosovës dhe Bashkimit Evropian për programin IPA 2020. Të nderuar kolegë, ky amandament mundëson zgjatjen e afatit për kontraktimin e projekteve të financuara nga Bashkimi Evropian për edhe 3 vite shtesë. Kjo është thelbësore për të siguruar realizimin e projektit ngrohjes qendrore në Prishtinë në vlerë prej 17,6 milion euro grant.
Vendimi garanton që fondet e Bashkimit Evropian të mos humbasin dhe të përkthehen në investime konkrete për qytetarët. A e do fjalën dikush për diskutim? Ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e tretë është shqyrtimi i projektligjit për ratifikimin e amandamentit nr. 1 të marrëveshjes financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për programin IPA 2019, pjesa e dytë, objektivi i parë. Të nderuar kolegë të kabinetit qeveritar, zgjatja e afatit të implementimit e paraparë me këtë amendament siguron përfundimin e plotë të programit Young Cell Scheme. Ky program përmes sigurimit bursave për të rinjt për studime master në Shtetet e Bashkimit Evropian përgatit dhe integron profesionistë të rinj në administratën publike, duke i rritur kapacitetet profesionale të shtetit tonë. Në këtë mënyrë, investimi në dije dhe përvojë ndërkombëtare kthehet drejt për drejt në forcim të institucioneve dhe në funksionim sa më të mirë të tyre e në shërbim sa më cilësor për qytetarët. Nëse nuk e don fjalën dikush për diskutim, ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e katërt është shqyrtimi i projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes për tregti të lirë ndërmjet Republikës Kosovës dhe shteteve të EFTA-s. Ky projektligj ka për qëllim ratifikimin e marrëveshjes për tregti të lirë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe shteteve të EFTA-s, Islanda, Liechtensteini, Norvegjia dhe Zvicra. Objektivat kryesore të marrëveshjes janë liberalizimi progresiv i tregtisë së malrave, liberalizimi i tregtisë së shërbimeve, rritja e investimeve, forcimi i mbrojtjes së pronësisë intelektuale, eliminimi i barrierave teknike dhe sanitare, si dhe promovimi i konkurrencës së drejtë. Ratifikimi i kësaj marrëveshje është në përputhje me prioritetet strategjike të Republikës Kosovës për integrim ekonomik, diversifikim të tregjeve të eksportit, rritje të investimeve të huaja dhe zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Për më shumë, e ftoj Ministrin e Industrisë, Përmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, zonjën Mimoza Kusari Lila, që ta merr fjalën. Faleminderit kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, e nderuara zëvendës kryeministre, të nderuar ministra, zëvendës ministra nuk ka, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar në fushën e tregtisë ka arritur të nënshkruajë marrëveshje ndërkombëtare për tregti të lirë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe shteteve anëtare të European Free Trade Association. Ashtu siç e cekët ju kryeministër, përfshihen Zvicra, Norvegjia, Islanda, Liechtensteini. Kjo marrëveshje derivon nga nënshkrimi i deklaratës së përbashkët për bashkëpunimin në mes të Republikës së Kosovës dhe shteteve të EFTA-s në fund të vitit 2018 në Gjenevë. Neni 4, i së cilës hapi rrugën për nënshkrimin e një marrëveshje për tregti të lirë me EFTA-n më 22 janar 2025 në konferencën ndërkombëtare të Davosit në Zvicër. Marrëveshja e tregtisë së lirë përbën një instrument të rëndësishëm të politikës tregtare të Kosovës, kontribon në thellimin e integrimit ekonomik me tregjet e shteteve evropiane, me fuqi të lartë vlerëse si dhe standarde të avancuara regulative. Kjo marrëveshje përfshin fusha të ndryshme për të cilat palët janë pajtuar në thellimin e bashkëpunimit në liberalizimin progresiv të tregtisë së mallrave përmes eliminimit të tarifave doganore për shumicën e produkteve industriale, përmirësimin e çësjes në treg për produkte bujqësore të caktuara, të drejtat e pronësisë intelektuale, vendosjen e rregullave të qarta për origjinën e mallrave, si dhe rritjen e sigurisë juridike për operatorët ekonomik. Një element tjetër me rëndësi të veçantë në këtë marrëveshje është përfshirja e tregtisë në shërbime. Përfshir shërbimet profesionale, shërbimet financiare, shërbimet e transportit, teknologjisë së informacionit, shërbimet turistike e të tjera. Ratifikimi i kësaj marrëveshje me rëndësi të veçantë kur kemi parasysh trendin në rritje të shkëmbimeve tregtare të Kosovës me vendet e EFTA-s, në veçanti me Zvicrën dhe Norvegjinë. Tregtia me këto shtete po shënon rritje të qëndrueshme dhe me peshë të konsiderueshme për ekonominë e vendit. Të dhënat zyrtare mbi shkëmbimin e mallrave konfirmojnë përmirësimin e vazhdueshëm të bilancit tregtar me vendet e EFTA-s, duke reflektuar forcimin e kapaciteteve eksportuese dhe rritjen e pranisë të produkteve kosovare në këto tregje, i cili në total ka rreth 14 milion konsumatorë. Vlen të përmendet se sa i përket volumit tregtar me vendet e EFTA-s,
eksportet janë rritur nga 77.5 milion euro në vitin 2023 në 87.5 milion euro në vitin 2024, ndërsa në vitin 2025 kanë arritur në 100.4 milion euro me një rritje prej 14.7% krahasuar me vitin 2024. Këto përbëjnë rreth 10% të eksporteve totale të Kosovës. Ndërsa nëse i referohemi të dhënave të eksportit të shërbimeve, në veçanti me Zvicrën, gjatë vitit 2024 kemi pasur një bilanc pozitiv prej rreth 530 milion euro, ku pas Gjermanisë, Zvicra është partneri i dytë tregtar. Ratifikimi i kësaj marrëveshje, përveç rëndësisë ekonomike, ka peshë të veçantë për Kosovën edhe në aspektin politik, duke forcuar pozicionin e saj në raport me partnerët tregtar dhe duke rritur besimin e investitorëve të huaj. Prandaj, në përputhje me nenin 10 të ligjit numër 04L052 për marrëveshjet ndërkombëtare, propozoj që Qeveria e Republikës së Kosovës të miratoj projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes së tregtisë së lirë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe shteteve anëtarëve të EFTA-s dhe t'ia përcjell kuvendit për miratjen. Ju faleminderit. Faleminderit ministre Kusari Lila, do fjalën dikush për diskutim? Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 5 është shqyrtimi i projekt ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me racionalizimin dhe vendosjen e vijave llogaridhënëse të agjencive ekzekutive. Ky projekt ligj synon ndryshimin dhe plotësimin e legjislacionit për racionalizimin dhe vendosjen e vijave të qarta të llogaridhënies së agjencive. Ai adreson drejt për drejt sfidën e numrit të lartë të agjencive dhe strukturave të fragmentuara, duke krijuar një administratë më efikase dhe më funksionale. Në këtë mënyrë forcohet qeverisja e mirë, transparenca dhe përgjegjësiria institucionale në përputhje me strategjinë e reformës së administratës publike. Projekt ligji është gjithashtu në linjë me obligimet që rrjedhin nga procesi i integrimit evropian dhe dokumentet strategjike përkatëse. Në thelb ai kontribon në ndërtimin e një administrate më të organizuar, më profesionale dhe më të orientuar ka shërbimi drejt qytetarëve. Për më shumë e ftoj ministrin e digitalizimit dhe administratës publike, zotëri Lulzon Jakxhiun që të merr fjalën. Ju falenderoj shumë kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra dhe ministra. Më lejoni të prezantoj para jush projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me racionalizimin dhe vendosjen e vijave të llogaridhënies së agjencive ekzekutive. Ky dokument në përmbajtje dhe esencë ka domosdoshmërinë e reformës së administratës publike, në veçanti në kontekst të procesit të racionalizimit të agjencive dhe përgatitjes së legjislacionit të nevojshëm që derivon nga programi për racionalizimin e agjencive i miratuar në qeveri me vendimin numër 14/220 të datës 11 shtator 2024. Qëllimi i këtij ligji është ndryshimi dhe plotësimi i ligjit për racionalizimin dhe vendosjen e vijave llogaridhënëse të institucioneve në funksion të rritjes së efikasitetit, llogaridhënies dhe administrimit më të mirë për sektorin e kulturës dhe atë ekonomisë. Përmes këtij ligji, 10 institucione të trashëgimisë kulturore konsolidohen në një institucion të vetëm, ndërsa shërbimi gjeologjik i Kosovës sipas praktikave më të mira të BE-s integrohet në Ministrinë e Ekonomisë. Ky proces reformues është paraparë në dokumentin e saj bazik, pra në strategjinë për reformën e administratës publike 2022-2027 dhe planin e saj të veprimit për periudhën e mbetur 2025-2027. Finalizimi i projekt ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë bëjnë me racionalizimin dhe vendosjen e vijave të llogaridhënies së agjencive ekzekutive është pasuar nga procesi i konsultimit i cili është bërë në formë elektronike dhe përmes takimeve me institucionet amë dhe palët e interesit. Projekt ligji ka kaluar të gjitha procedurat sa i përket vlerësimit të ndikimit financiar nga Ministria e Financave si dhe vlerësimin e përputhshmërisë nga zyra ligjore në zyrën e kryeministrit. Andaj të nderuar kolegë, duke marrur parasysh rëndësinë e këtij projekt ligji në forcimin dhe rritjen e llogaridhënies institucionale, kërkojnë nga ju miratimin e tij. Ju falenderoj. Faleminderit ministër Jakxhiu, do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Në vim e kemi shqyrtimin e projekt ligjit për ratifikimin e protokollit shtesë 5
të marrëveshjes për aderimin dhe amandamentimin e marrëveshjes tregtisë lirë të Evropës Qendrore. Ky projekt ligj ka për qëllim ratifikimin e protokollit shtesë 5 të marrëveshjes CEFTA, i cili synon lehtësimin e tregtisë ndërmjet vendeve të rajonit. Protokolli është rezultati i angazhimeve në kuadër të procesit Berlinit dhe i kërkesave të vazhdueshme të bizneseve për eliminimin e barrierave të panevojshme tregtare. Nëpërmjet tij thjeshtohen procedurat kufitare, reduktohen formalitetet dhe mundësohet bashkëpunimi më i avancuar ndërmjet institucioneve përmes shërbimit elektronik të dhënave dhe njohjes reciproke të standardeve. Ratifikimi i tij rrit sigurinë dhe parashikueshmërinë për eksportuesit kosovar, duke i bërë ata më konkurrues në tregun rajonal. Në thelb, kjo është një hap konkret drejt një tregtie më të shpejtë, më të lirë dhe më efikase për ekonominë e Kosovës. E ftoj përsëri ministrin Kusari Lila të merr fjalën. Faleminderit kryeministër, zëvendës kryeministra, ministra. Në radhë janë 3 protokollet e marrëveshjes tregtisë lirë, protokolli 5 që e prezantoi kryeministri, pastaj është protokolli 6 dhe protokolli 7. Më lejoni që para se të filloj prezantimin të tregoj që kjo është një arritje shumë e madhe e Republikës së Kosovës. Është hera e parë që protokollet e CEFTA-s do të miratohen në Kuvendin e Republikës së Kosovës si Republika e Kosovës pa unikun. Kjo është bërë fal një pune intensive edhe të qeverisë Kurti 2, edhe të pararendësës sime zonjës Rozeta Hajdari. Gjithashtu tashmë kemi arritur në fazën kur protokollet 5, 6 dhe 7 si protokolli shtesë për gjitha vendet anëtare të CEFTA-s kanë trajtimin e barabartë në të gjitha vendet e anëtare të CEFTA-s. Ministria që drejtoj në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar, në fushën e tregtisë, ka zhvilluar nismat për negocimin e këtyre 3 protokolleve, respektivisht protokollin 5 për lehtësimin e tregtisë. Protokolli shtesë 5 për lehtësimin e tregtisë u miratua me 26 maj 2017 në takimin e Komitetit të Përbashkët të CEFTA-s si përgjigje ndaj kërkesave të vazhdueshme të bizneseve për eliminimin e barrierave të panevojshme tregtare. Ai synon thjeshtimin e inspektimeve, reduktimin e formaliteteve të importit-eksportit, shkëmbimin elektronik të dhënave dhe njohjen reciproke të testeve laboratorike, si dhe zbatimin e kontrollit të riskut dhe programit të operatorëve ekonomik të autorizuar. Efektet e tij shtrihen edhe te agjencitë kufitare në përputhje me parimet e Organizatës Botërore të Tregtisë për lehtësimin e tregtisë. Miratimi projektligjit për ratifikimin e këtyre protokolleve është i rëndësisë së lartë për përmbushjen e aktiviteteve të procesit të Berlinit, respektivisht të planit të veprimit të tregut rajonal 2025-2028, CRM2, në kuadër të shtyllave të liria e lëvizjes së mallrave, liria e lëvizjes së shërbimeve dhe shtylljes së masave horizontale për tregti. Prandaj në përputhje me nenin 10 të ligjit nr. 04 L052 për marrëveshjet ndërkombëtare, propozoj që Qeveria e Republikës së Kosovës të miratoj projekt ligjin për ratifikimin e protokollit 5 të marrëveshjes së tregtisë së lirë CEFTA. Ju faleminderit. Faleminderit ministri Kusari Lila, edhe fjalën dikush për diskutim. Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Tash kemi, siç e tha dhe ministri, shqyrtimin e projektligjit për ratifikimin e protokollit shtesë 6 për tregtinë e shërbime për marrëveshjen mbi ndryshimin dhe pranimin e marrëveshjes tregtisë lirë të Evropës Qendrore. Ky projekt ligj pra ka për qëllim ratifikimin e protokollit shtesë 6 të CEFTA-s, i cili mundson liberalizimin progresiv të tregtisë së shërbimeve ndaj vendeve të rajonit, e përmes tij vendosen rregulla të qarta për qasjen treg, trajtim të barabartë dhe reduktim të barrierave në përputhje me standardet ndërkombëtare. Ratifikimi i këtij protokolli përbën një hap të rëndësishëm në forcimin e bashkëpunimit ekonomik rajonal dhe në rritjen e pranisë së bizneseve kosovare në tregjet e shërbimeve. Njëkohësisht mbështet edhe zbatimin e angazhimeve në kuadër tregut përbashkët rajonal dhe dokumenteve strategjike të qeverisë. Është një instrument i cili krijon më shumë mundësi për zhvillim ekonomik dhe rritje të konkurrueshmërisë së vendit. Andaj e ftoj Ministrin e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë dhe Inovacionit, zonjën Mimoza Kusari Lila, që ta merr fjalën. Faleminderit kryeministër, ndoshta nuk kisha ashtu shumë nga ajo çfarë ju e prezantuat, përveç faktit se ky protokoll u miratua me 18 dhjetor 2019 në kuadër të Komitetit Drejtues të CEFTA-s. Ai zgjeron fushëveprimin e CEFTA-s në tregtinë e shërbimeve, duke përcaktuar rregulla për çasjen e trajtimin
kombëtar, transparencën dhe heqjen e barrierave rregullatore në përputhje me parimet e Organizatës Botërore të Tregtisë dhe marrëveshje GATS, General Agreement on Trade and Services, nën WTO kornizën. Prandaj ratifikimi mundson liberalizimin progresiv, përmirëson qasjen e flusëve vendor në tregjet rajonale, rrit sigurinë juridike dhe mbështet zhvillimin ekonomik dhe integrimin rajonal. Për të gjitha të lartë sekurat, ju ftoj që ta miratojmë dhe ta përcjellim në kuvend për ratifikim. Faleminderit. Faleminderit Ministër Kusari Lila. A do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Konstatojmë që miratohet. Në vijim kemi edhe ratifikimin e protokollit 7 për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, i marrëveshjes për amendamentimin dhe adherimin në marrëveshjen e tregtisë lirë të Evropës Qendrore, përkatësisht shqyrtimin e projektligjit, i cili ka për qëllim zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në kuadër të CEFTA-s, i cili vendos një mekanizëm më strukturuar dhe efikas për trajtimin e kontesteve tregtare ndërmjet vendeve të rajonit. Ratifikimi i këtij protokolli është gjithashtu në përputhje me rekomandimet e Komisionit Evropian dhe angazhimet e Kosovës në kuadër të tregut përbashkët rajonal. Ai forcon besimin e investitorëve dhe pozicionon Kosovën si partner të besueshëm në rajon. E ftoj edhe një herë Ministrën e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, zonjën Mimoza Kusari Lila, që ta merr fjalën. Faleminderit edhe një herë Kryeministër. Protokolli shtesë i fundit nga marrëveshja e tregtisë lirë CEFTA për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve është miratuar me 9 tetor 2024 në kuadër të Komitetit të Përbashkët të CEFTA-s. Ky protokoll synon një qasje më të strukturuar për konsultime, ndërmjetësim dhe zgjidhje të mosmarrëveshjeve, duke vendosur rregulla të qarta procedurale për panelet e arbitrazhit, afatet, transparencën dhe zbatimin e vendimeve në përputhje me praktikat e Organizatës Botërore të Tregtisë. Kjo marrëveshje dhe ky protokoll rritin sigurinë juridike dhe parashikueshmërinë në marrëdhëniet tregtare rajonale, duke nxitur gjithashtu investimet vendase dhe të huaja. Njëjtë, sikurse edhe dy protokollet paraprake, është marrëveshje dhe protokoll edhe që është i rëndësishëm për përmbushjen e aktivitetit në kuadër të procesit të Berlinit, respektivisht planit të veprimit të tregut rajonal 2025-2028 në kuadër të shtyllave liria lëvizjes së mallrave, liria lëvizjes së shërbimeve dhe shtylljes së masave horizontale në tregti. Edhe një herë, duke pasur parasysh rëndësinë e këtij protokolli dhe miratimin e tij në fund në kuvend, ju propozoj ta votoni. Faleminderit. Faleminderit Ministre Kusari Lila. Do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Shqyrtimi i projektligjit për inovacion dhe ndërmarrësi është pika e 9 sot. Ky projektligj synon krijimin e një kornize të qartë institucionale për nxitjen, mbështetjen dhe promovimin e inovacionit dhe ndërmarrësisë në vend, përbën një ndër kriteret dhe prioritetet e qeverisë për përmirësimin e klimës bërit biznes dhe rritjen e konkurrueshmërisë së ekonomisë, duke vënë theks në zhvillimin e një ekonomie moderne të qëndrueshme. Nëpërmjet këtij ligji synohet stimulimi i ideve inovative, avancimi i produkteve dhe shërbimeve, si dhe krijimi i vendeve të reja të punës në përputhje me nevojat e tregut. E ftoj Ministrin e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, zonjën Mimoza Kusari Lila, që përsëri ta merr fjalën. Faleminderit Kryeministër, zëvendës Kryeministra, Ministra. Qëllimi i këtij projektligji është të përcaktojë parimet, rregullat, organizimin dhe mekanizmat institucional për mbështetjen, promovimin dhe nxitjen e aktiviteteve inovative dhe ndërmarrëse, me synim për shpejtimin e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik, shoqëror dhe mjedisor në Republikën e Kosovës. Një nga synimet kryesore që arrihen me miratimin e këtij ligji është themelimi dhe funksionalizimi i Fondit për Inovacion dhe Ndërmarrësi, si mekanizëm kryesor për mbështetjen financiare të ndërmarrjeve dhe individëve që zhvillojnë ide dhe projekte inovative. Përmes këtij fondi do të ofrohen instrumente të ndryshme mbështetëse si grante, subvencione, bashkëfinancim, mbështetje për transfer të teknologjisë, patentim dhe certifikim, si dhe instrumente të tjera financiare në bashkëpunim me mekanizma si garancitë kreditore. Burimet e financimit të fondit parashihen të sigurohen nga Buxheti i Republikës së Kosovës, organizatat financiare ndërkombëtare, donatorët, si dhe përmes mobilizimit të burimeve private. Ministria në fillim të çdo viti do të hartojë programe konkrete për mbështetjen e inovacionit dhe ndërmarrësisë, të cilat synojnë krijimin e vendeve të reja të punës,
rritjen e konkurrueshmërisë, zgjerimin e eksportit, si dhe zhvillimin e sektorëve prioritar në përputhje me tranzicionin digital dhe atë të gjelbërt. Projektligji promovon një qasje gjithëpërfshirëse të ekosistemit të inovacionit, duke forcuar bashkëpunimin ndërmjet sektorit publik, sektorit privat, akademisë dhe organizatave të shoqërisë civile, me qëllim për shpejtimin e zhvillimit. Projektligji gjithashtu parashet përdorimin e metodologjive bashkëkohore, si nivelet e gatishmërisë të teknologjisë, për të vlerësuar zhvillimin dhe pjekurinë e projekteve inovative nga ideja deri në komercializim. Për të mbështetur më tej zhvillimin e inovacionit, projektligji parashet forcimin dhe zhvillimin e infrastrukturës për kërkim dhe inovacion, përfshirë parqet e inovacionit dhe teknologjisë, qendrat e inovacionit dhe ndërmarrësisë, inkubatorët, klasteret. Po ashtu projektligji parashet themelimin e Këshillit Kombëtar për Inovacion dhe Ndërmarrësi, si organ këshilldhënës i qeverisë, i cili siguron koordinimin strategjik dhe qasjen gjithëpërfshirëse në zhvillimin e politikave të inovacionit. Në funksion të transparencës dhe evidencës, parashihet krijimi i sistemit elektronik për menaxhimin e inovacioneve, i cili do të shërbejë për regjistrimin, monitorimin dhe vlerësimin e aktiviteteve dhe projekteve inovative në Republikën e Kosovës. Projektligji gjithashtu siguron masa për transparencë, llogaridhënie, përputhshmëri me rregullat e ndihmës shtetërore, si dhe promovon gjithëpërfshirjen duke inkurajuar pjesëmarrjen e të rinjve, grave dhe grupeve të tjera të nënpërfaqësuara në aktivitetet inovative. Dispozitat e këtij ligji janë të aplikueshme për të gjithë individët, ndërmarrjet dhe subjektet vendore dhe të huaja që zhvillojnë aktivitete inovative dhe ndërmarrëse në Republikën e Kosovës, si dhe për institucionet publike që i mbështesin këto aktivitete. Projektligji është hartuar në përputhje me procedurat të përcaktuara me rregulloren 09/2011 për punën e Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe standardet për hartimin e legjislacionit. Gjithashtu, më lejoni t'ju informoj se ky projektligj është gjithashtu pjesë e obligimeve që ne vetë i kemi marrë për planin e rritjes së Bashkimit Evropian dhe afatin e miratimit të ka në kuvend, do të thotë në 2 lexime në qershor të këtij viti. Duke marrë parasysh rëndësinë e këtij projektligji, rëndësinë që ka për sektorin dhe ekosistemin në tërësi e komunitetin inovativ në Kosovë, juftoj që ta miratoni. Faleminderit. Faleminderit Ministre Kosori Lilja. Do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 10 është qyrtimi i projektligjit për Inspektoratin Qendror të Trashëgimisë Kulturore, duke pasur parasysh rëndësinë dhe kompleksitetin e trashëgimisë kulturore në Republikën e Kosovës. Ky projektligj parashikon themelimin e Inspektoratit Qendror të Trashëgimisë Kulturore si një mekanizëm i specializuar për mbrojtjen dhe ruajtjen e saj. Përmes këtij institucioni sigurohet një kontroll më i strukturuar dhe profesional mbi gjendjen e aseteve kulturore, si dhe ndërmarrja e masave të menjëhershme në rast të parregullësive apo ndërhyrjeve të paautorizuara. Inspektoriati do të veprojë mbi bazën një metodologjie moderne të inspektimit të bazuar në rrezik, duke garantuar mbikëqyrje efektive dhe të pavarur në përputhje me legjislacionin në fuqi. E ftoj Ministrin e Kulturës dhe Turizmit, zonjën Saranda Bogujevse, që ta merr fjalën. Faleminderit të nderuar kryeministër, nderuar zëvendës kryeministre, të nderuar kolegë ministra. Me qëllim të avancimit të sistemit të inspektimeve në vendin tonë, pas miratimit të ligjit për inspektimet dhe themelimin e zyrës së Inspektoratit të Përgjithshëm, ku është paraparë rregullimi i bazës ligjore për funksionim të inspektorateve qendrore, Ministria e Kulturës dhe Turizmit ka hartuar ligjin për Inspektoratin Qendror të Trashëgimisë Kulturore. Nëpërmjet këtij ligji themelohet Inspektorati Qendror i Trashëgimisë Kulturore si agjenci ekzekutive, duke mundësuar kështu përmirësimin e kushteve të ruajtjes dhe mbrojtjes së trashëgimisë kulturore në vend. Me këtë hap përfuqizojmë Inspektoratin e Trashëgimisë Kulturore duke u ngritur në nivel të agjencisë shtetërore. Nëpërmjet kësaj reforme ligjore përmundsojmë rritje të kapaciteteve të inspektuese dhe avancim të kushteve të inspektimit të trashëgimisë kulturore në tërë territorin e Kosovës. Ky mekanizëm institucional në bashkëpunim dhe koordinim me organe tjera inspektuese qendrore e lokale dhe Inspektoratin e Përgjithshëm do të mundsoj përmirësimin e procesit të inspektimeve dhe mbrojtjen dhe përmirësimin e gjendjes së monumenteve të trashëgimisë kulturore, duke krijuar një mjedis më të sigurt për monumentet dhe qytetarët në Republikën e Kosovës. Në mënyrë që qëllimet e mësipërme të vijnë në zbatim dhe bazuar në informatat e mësipërme, kërkoj aprovimin tuaj. Faleminderit. Faleminderit
Ministre Bogujevsi, a do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Tash kemi shqyrtimin e projekt ligjit për Agjencinë e Menaxhimit të Emergjencave. Ky projekt ligj rregullon në mënyrë të plotë misionin, kompetencas dhe funksionimin e Agjencisë së Menaxhimit të Emergjencave, duke vendosur një kornizë të qartë për reagimin në nivel kombëtar. Ai forcon kapacitetet për përgatitje, koordinim dhe ndërhyrje në raste të emergjencave, si dhe rrit bashkëpunimin ndërinstitucional dhe ndërkombëtar në fushën e sigurisë civile. Nëpërmjet këtij ligji synohet përmirësimi i ndjeshëm i reagimit ndaj fatkeqësive dhe rritja e sigurisë për qytetarët. E ftoj Ministrin e Punëve të Brendshme, zotëri Xhelal Sveqen, që ta marrë fjalën. Faleminderit, të nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar ministra. Më lejoni të paraqes para jush projekt ligjin për Agjencinë për Menaxhimin e Emergjencave, që është një projekt ligj me rëndësi të veçantë për sigurinë e publike dhe menaxhimin efektiv të emergjencave në Republikën e Kosovës. Qëllimi i këtij projektligji është krijimi i një kornize të qartë dhe funksionale për organizimin, koordinimin dhe reagimin ndaj fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera, duke rritur kapacitetet shtetërore për parandalim, gatishmëri dhe ndërhyrje. Në këtë kuadër, Agjencia për Menaxhimin Emergjent përcakton si institucioni kyç për menaxhimin e emergjencave në nivel vendi, me përgjegjësi të qarta për vlerësimin dhe zvogëlimin e rreziqeve, planifikimin e mbrojtjes dhe shpëtimit, si dhe funksionimin e sistemeve të monitorimit, paralajmërimit dhe alarmimit. Ky projekt ligj është në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe ato të Bashkimit Evropian dhe kontribon drejt për drejt në forcimin e sistemit të sigurisë në vend, ruajtjen e jetës së qytetarit dhe pronës së tij. Për këtë arsye ju ftoj që ta mbështesni dhe votoni këtë projekt ligj. Ju faleminderit për punën. Faleminderit Ministër Sveqla, do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 12 është shqyrtimi i projekt rregullores për ndryshim dhe plotësim të rregullores numër 09/2019 për integrimin e të huajve. Kjo projekt rregullore synon përmirësimin dhe plotësimin e kornizës ekzistuese për integrimin e huajve në Republikën e Kosovës nëpërmjet ndryshimit të rregullores numër 09/2019. Ndryshimet fokusohen në forcimin e mekanizmave institucional për shkëmbimin e dhënave dhe në zgjatjen e mbështetjes për strehim elementar për personat me status refugjati apo mbrojtje. E ftoj përsëri Ministrin Sveqla që ta marrë fjalën. Faleminderit shumë, nderuar kryeministër. Ministria e Punëve të Brendshme sipas planit të akteve nënligjore për vitin 2026 ka hartuar projekt rregullorën për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores numër 09/2019 për integrimin e të huajve. Ky plotësim ndryshimi rregullorës ka për qëllim mundësimin e zgjatjes së afatit të strehimit elementar për personat me status refugjati, personat me status të mbrojtjes plotësuese, si dhe personat me mbrojtje të përkohshme përtej periudhës 2 vjeçare. Sipas rregullorës në fuqi, këtyre kategorive u sigurohet strehim elementar deri në 2 vite. Megjithatë, praktika ka dëshmuar se një numër i konsiderueshëm i këtyre personave, edhe pas përfundimit të këtij afati, nuk kanë arritur të integrohen plotësisht, çka ka krijuar nevojën e ndryshimit të kësaj dispozite dhe zgjatjen e afatit të strehimit. Andaj, duke marrë parasysh rëndësinë e veçantë të kësaj projekt rregullore, ju ftoj ta aprovoni. Faleminderit. Faleminderit Ministër Sveqla, do fjalën e për diskutim. Kur është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika 13 është shqyrtimi i propozim vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të qeverisë për emërimin e bordit drejtorëve ndërmarrës publike qendrore Telekomi Kosovës SHA. Të nderuar kolegë, anëtar të kabinetit qeveritar, para jush parashtroj për shqyrtim dhe miratim propozim vendimin për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të qeverisë numër 04/2014 të datës 24/2024 për emërimin e bordit drejtorëve ndërmarrës publike qendrore Telekomi Kosovës SHA, përmes të cilës propozohet kryesuesi Shaban Neziri. Nëse nuk keni ndonjë vërejtje, ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Tash e kemi pikën e 14, shqyrtimi i propozim vendimit për ndarjen e mjeteve financiare për përmbushjen e kontributit vjetor të Qeverisë së Republikës Kosovës për vitin 2026 në qendrën rajonale të nismës rajonale për migrim, azil dhe refugjat me seli në Shkup.
Ministria e Punëve të Brendshme propozon ndarjen e mjeteve financiare në vlerë prej 20.721 euro për përmbushjen e kontributit vjetor të Republikës Kosovës për vitin 2026 në këtë qendrën rajonale për migrim, azil dhe refugjat, apo marri siç njihet ndryshe me akronim. Ky kontribut siguron pjesëmarrjen aktive të Kosovës në mekanizmat rajonal për menaxhimin e migracionit dhe forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional. Për më shumë e ftoj edhe një herë Ministrin e Punëve të Brendshme, zotëri Xhelal Sveslin, që ta merr fjalën. Faleminderit shumë i nderuar kryeministër. Më lejoni të prezantoj para jush projekt vendimi për përmbushjen e kontributit vjetor të Qeverisë Republikës Kosovës në qendrën rajonale të nismës rajonale për migrim, azil dhe refugjat Mari. Republika e Kosovës është antarësuar në Mari më 10 qershor 2015, duke u bazuar në deklaratën e Shkupit të forumit të Mari dhe i gëzon të gjitha të drejtat e barabarta si shtetet tjera anëtare të cilat janë Shqipëria, Bosna dhe Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Serbia. Këtë vit, Republika e Kosovës do të merr kryesimin me presidencën e Marit për periudhën qershor 2026-qershor 2027. Përveç përfitimeve në fushën e menaxhimit të migracionit dhe refugjatëve, Republika e Kosovës duhet të përmbush obligimin financiar vjetor. Andaj duke marrë në konsiderat rëndësinë e këtij procesi, ju ftoj ta miratojmë këtë vendim. Faleminderit. Faleminderit Ministër Sveçla, a do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 15 është shqyrtimi i propozimit vendimit të Komisionit për Narkotik për ndryshimin dhe plotësimin e tabelave nga paragrafi 2 i neni 10 ligjit numër 02 për L-viz 128 për barnat narkotike, substancat psikotrope dhe prekursor, duke u bazuar në mekanizmat për ndërrim dhe plotësim të përcaktuara me konventet ndërkombëtare për kontrollin e narkotikëve. Ministria e Shëndetësisë ka propozuar miratimin e ndryshimit dhe plotësimin e tabelave të përcaktuara në ligjin për barnat narkotike në përputhje me konventet ndërkombëtare për kontrollin e tyre. Këto ndryshime sigurojnë përditësimin e klasifikimit të substancave sipas nivelit të rrezikshmërisë dhe përdorimit të tyre në mjekësi dhe në vetëri. Përmes këtij vendimi forcohet kontrolli institucional dhe rritet siguria publike në raport me substancat të ndaluara dhe të kontrolluara. Vendimi bëhet pjesë integrale në legislacionin në fuqi dhe obligon institucionet përkatëse për zbatimin e tij të plotë. Njëjtën kohë zaventson edhe vendimin paraprak dhe harmonizon kornizën ligjore me standardet ndërkombëtare. E ftoj Ministrin e Shëndetësisë, zotëri Arben Vitin, që ta merr fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, ministra. Paraqes para jush propozimin e Ministrisë së Shëndetësisë për aprovimin e propozimit të Komisionit për Narkotik lidhur me plotësim dhe ndryshim të tabelave nga paragrafi 2 i neni 10 të ligjit numër 02 L-viz 128 për barnat narkotike, psikotrope dhe prekursor, duke u bazuar në mekanizmat për ndërrim dhe plotësim të përcaktuara me konventa ndërkombëtare për kontrollin e narkotikëve. Ligji numër 02 L-viz 128 për barnat narkotike, substanca psikotrope dhe prekursor, konkretisht neni 10 paragrafi 2, parashet që plotësimi dhe ndryshimi i tabelave nga paragrafi 1 i këtij neni bëhet nga qeveria me propozim të Komisionit, duke u bazuar në mekanizmat për ndërrim dhe plotësim të përcaktuara me konventa ndërkombëtare për kontrollin e narkotikëve. Komisioni për Narkotik, i themeluar nga qeveria me vendim numër 10-249 të datës 26 shkurt 2025 në pajtim me nenin 6 të ligjit 02 L-viz 128, ka hartuar propozimin për plotësimin dhe ndryshimin e tabelave në fjalë si dhe propozon miratimin e tyre. Miratimin e këtij propozimi është një hap strategjik në forcimin e kontrollit institucional mbi substancat me potencial për abuzim dhe rritjen e sigurisë shëndetësore dhe publike në Republikën e Kosovës. Andaj, bazuar në gjitha këto që thash, kërkoj miratimin nga qeveria e Republikës së Kosovës për siguruar një përputhshmëri me standarde ndërkombëtare dhe për të garantuar mbrojtjen e shëndetit publik. Ju faleminderit. Faleminderit Ministër Vitia, do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 16 është shqyrtimi i kërkesës për ndarjen e mjeteve financiare për organizimin dhe realizimin e paketës së
partnerit të vendit, Country Partner Package në kuadër të Kongresit 2 ditor Future Industry Minds 2026, që do të mbahet me 11 dhe 12 maj 2026 në Grand Hotel Schloss Bensberg në Gjermani. Të nderuar kolegë, para jush propozoj aprovimin e kërkesës për ndarjen e mjeteve financiare në shumë prej 100.000 euro për organizimin dhe realizimin e paketës së partnerit vendit në kuadër të Kongresit Mendjet e të ardhmës industriale 2026, që do të mbahet në Gjermani. Ky angazhim siguron prezencën strategjike të Kosovës në një platformë të rëndësishme ndërkombëtare, duke rritur dukshmërinë dhe promovimin e vendit. Nëpërmjet kësaj pakete, Kosova përfiton hapësirë për prezantim, rrjedhëzim dhe krijim të lidhjeve me investitorë dhe partner potencial. A dëm fjalën dikush për diskutim? Ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 17 është shqyrtimi i kërkesës për aprovimin e qiradhënies për hapësirën kiosk, e cila gjendet në kuadër të terminalit doganor Hanje Lezit, komuna Hanje Lezit, sipas kërkesës nga doganat e Kosovës, Ministria e Financave, në kohëzgjatje prej 36 muajsh për zhvillimin e veprimtarisë ekonomike në fushën e gastronomisë. Të nderuar anëtarë të kabinetit, zyra për administrimin e pronës publike në kuadër zyrës komunistit ka pranuar kërkesën nga dogana e Kosovës për lëshim qirat të hapësira publike në terminalin doganor Hanje Lezit në përputhje me ligjin për pronën publike. Ky vendim siguron shfrytëzim efikas të pronës publike, zgjerim të hyrave për buxhetin dhe zhvillim të aktivitetit ekonomik lokal. Në thelb është një shembull i menaxhimit rregullt dhe të përgjegjshëm të pasurisë publike, andaj nëse nuk e ka dikush fjalën për diskutim, ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Tash është pika shqyrtimi i nismës për lidhjen e marrëveshjes së grantit në Republikës Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Financave, Kostet dhe KfW për zhvillimin e sektorit energjisë, faza 7 për mirësimin e rrjetit transmetimit. Ministria e Financave ka paraqitur për miratim nismën për lidhjen e grantit ndërmjet Republikës Kosovës, Kostet dhe KfW-s për zhvillimin e sektorit energjisë, me fokus në përmirësimin e rrjetit transmetimit. Përmes këtij granti në vlerë prej 5 milion euro synohet modernizimi dhe zgjerimi i infrastrukturës energjetike, duke përfshirë instalimin e pajisjeve kyçe dhe mbështetjen teknike përkatëse. Kjo ndërhyrje arrit sigurinë dhe stabilitetin e furnizimit me energji elektrike në vend. E ftoj Ministrin e Financave, zotëri Pranhatës, ta merr fjalën. Faleminderit, të nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar kolegë. Qeveria e Republikës Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave në kuadër të bashkëpunimit financiar me donatorët bilateral dhe institucionet ndërkombëtare financiare, paraqet të negociojë marrëveshjen e grantit për projektin zhvillimi i sektorit të energjisë, faza e 7, përmirësimi i rrjetit të transmisionit. Vlera e grantit është 5 milion euro dhe do të kanalizohet plotësisht tek agjencia ekzekutuese e projektit, që në këtë rast është ndërmarrja Kost. Ky grant do të rrisë fondet në dispozicion për projektin e përmirësimit të rrjetit të transmisionit me Kostin, i cili aktualisht financohet nga një kredi prej 25.5 milion euro nga KfW, kredi e cila ishte miratuar më herët. Granti do të përdoret ekskluzivisht për modernizimin dhe zgjerimin e infrastrukturës së transmisionit të energjisë elektrike në Republikën e Kosovës, dhe kjo përfshin pa kufizim pra furnizimin dhe instalimin e transformatorëve të energjisë dhe shërbimet përkatëse të konsulencës. Duke pasur parasysh rëndësinë e kësaj marrëveshje, ju ftoj për miratim. Faleminderit. Faleminderit Ministër Murati, do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Kemi edhe shqyrtimin e kërkesës për aprovimin e qiradhënies për hapësirë në restoran me sipërfaqe 265 metra katror, e cila gjendet në kuadër të terminalit doganor Hanje Lezit, komuna e Hanje Lezit, sipas kërkesës sërish nga doganët e Kosovës, përkatësisht Ministria e Financave, në kohëzgjatje gjithashtu prej 3 vjetësh apo 36 muajsh për zhvillimin e veprimtarisë ekonomike në fushën e gastronomisë. Zyra për administrimin e pronës publike ka pranuar edhe një kërkesë nga dogana e Kosovës për lëshimin e qirat hapësirave në terminalin doganor Hanje Lezit. Për këtë janë zhvilluar
tashmë procedurat ligjore përmes shpalljes së thirrjes për oferta, duke respektuar vlerësimin e tregut dhe parimet e transparencës. Për më tepër e keni edhe materialin përpara. Nëse nuk e do fjalën dikush për diskutim, ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 20 është shqyrtimi i draftit të koncept dokumentit për fushën e kontrollit tregtisë me mallra strategjike. Koncept dokumenti i përgatitur nga Ministria e Industrisë, Tërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit synon përmirësimin e kornizës ligjore dhe institucionale për kontrollin e tregtisë me mallra strategjike në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. A identifikojnë qartë sfidat ekzistuese, përfshirën bivendosjen e kompetencave dhe ngarkesat administrative për bizneset. Këtë kontekst rekomandohet hartimi i një ligji të ri, i cili do të rrisë efikasitetin, transparencën dhe funksionalitetin e sistemit, përfshirë edhe digitalizimin e proceseve përmes i licencimit. Për më shumë, e ftoj Ministrin e Industrisë, Tërmarrësisë dhe Tregtisë, Sonja Mimoza Kusari Lila, që ta merr fjalën. Faleminderit kryeministër. Koncept dokumenti për fushën e kontrollit të tregtisë me mallra strategjike synon rregullimin e zbatimit të listës së mallrave me përdorim të dy thesht, listës së përbashkët të Bashkimit Evropian për mallra dhe pajisje ushtarake, si dhe rregullave për kontrollin e eksporteve të teknologjisë dhe pajisjeve ushtarake. Po ashtu përfshihet zbatimi i detyrimeve që burojnë nga traktatet kornizat ndërkombëtare për tregtinë dhe ndërmjetësimin e armëve, kontrollin e asistencës teknike për përdorimin ushtarake si dhe avancimin e sistemeve të digitalizuara për licencim. Bazuar në rregulloren e punës së qeverisë, Ministria ka zhvilluar konsultime me ekspertë vendor dhe ndërkombëtar, si dhe ka konsultuar standardet dhe praktikat e Bashkimit Evropian me qëllim të parafrimit të legjislacionit vendor dhe sigurimin një zbatimi efektiv të kontrollit mbi tregtinë e mallrave strategjike. Kjo i ka ndihmuar Ministrisë për të analizuar gjendjen aktuale, identifikimin e problemeve, shqyrtimin e opsioneve dhe përgatitjen e rekomandimeve. Propozoj që Qeveria e Republikës së Kosovës të miratoj këtë koncept dokument, i cili hap rrugë për forcimin e sistemit të kontrollit të tregtisë me mallra strategjike dhe rritjen e sigurisë në përputhshmëri me standardet ndërkombëtare. Ju falenderit. Faleminderit Ministre Kusari Lila, do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 21 për sot është shqyrtimi i projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes me Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë për lojrat mesdhetare Prishtina 2030. Të nderuar kolegë, qëllimi i kësaj marrëveshje është sigurimi i organizimit suksesshëm të lojrave mesdhetare përmes një kornize të qartë bashkëpunimi ndërmjet dy vendeve, ku Kosova vepron si shtet mikpritës, ndërkaq Shqipëria me rolin e partnerit për organizimin e disiplinës së lëndrimit në Durrës. Përmes këtij bashkëpunimi sigurohet realizimi i plot i detyrimeve që rrjedhin nga kontrata e qytetit mikpritës dhe dokumentit përkatëse ndërkombëtare. Ky projekt përfaqëson një mundësi të rëndësishme për rritjen e profilit ndërkombëtar të Kosovës dhe për zhvillimin e sportit dhe të ekonomisë. Në thelb është një iniciativë strategjike që forcon bashkëpunimin ndërmjet dy vendeve dhe promovon Kosovën në arenën ndërkombëtare. Nëse nuk e don fjalën dikush për diskutim, ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 22 është shqyrtimi i propozimit vendimit për themelimin e trupave institucionale për antarësim në Bashkimin Evropian. Të nderuar kolegë, anëtar të kabinetit qeveritar, ky propozim vendim synon themelimin e trupave institucionale që do të koordinojnë procesin e avancimit të Kosovës drejt statusit të vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Përmes këtyre mekanizmeve forcohet kapaciteti shtetëror për zbatimin e reformave dhe përmbushjen e kritereve të integrimit evropian. Bashkimi Evropian mbetet projekti më i suksesshëm i paqes, demokracisë dhe i zhvillimit ekonomik në kontinent, ndaj edhe orientimi ynë drejt tij është strategjik dhe i palëkundur. Ky vendim konfirmon përkushtimin e Republikës së Kosovës për të ecur me vendoshmëri drejt familjes evropiane dhe për të ndarë vlerat themelore e përfitimet e përbashkëta. Ju ftoj për miratim nëse nuk e do fjalën dikush për diskutim. Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 23 është shqyrtimi i propozim vendimit për shpalljen e organizatës së trupave të Gardës Revolucionare Islamike
si organizatë terroriste në territorin e Republikës së Kosovës. Ky propozim vendim paraqet bazën ligjore dhe strategjike për shpalljen e trupave të Gardës Revolucionare Islamike si organizatë terroriste në Republikën e Kosovës. IRGC është identifikuar si një strukturë që përdor terrorizmin dhe dhunën e organizuar si instrument të politikës së jashtme, duke kontribuar në destabilizimin rajonal dhe global. Përmes këtij vendimi, Kosova forcon qëndrimin e saj në mbrojtje të sigurisë ndërkombëtare, vlerave demokratike dhe të drejtave të njeriut. Është një pozicionim i qartë i Kosovës krah aleatëve të saj strategjik në luftën e përbashkët kundër terrorizmit. Nëse nuk e dëm fjalën dikush për diskutim, ju ftoj për menatim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Në vijim e kemi tek të ndryshme edhe shqyrtimin e propozim vendimit për aprovimin e propozimit të Ministrisë së Drejtësisë për emërimin e anëtarëve të Komisionit për dhënien e provimit të jurisprudencës dhe zëvendësimin e përbërjes aktuale. Për këtë pikë të fundit të ndryshme, e ftoj zëvendës kryeministren dhe ministren e drejtësisë, Donika Gërvalla Shfarc, që të marrë fjalën. Faleminderit kryeministër, shumë të nderuar koleg. Organizimi dhe mbajtja e provimit të jurisprudencës mbetet ndër detyrat e rëndësishme të Ministrisë Drejtësisë. Ky propozim i sotëm vjen si rezultati i nevojës urgjente për të adresuar një sër fenomenesh të evidentuara gjatë mandatit të komisionit aktual, të cilat duket të kenë dëmtuar besueshmërinë e këtij procesi. Nga numri i madh i ankesave që ka pranuar Ministria e Drejtësisë, rezulton nevoja për më shumë konsistencë në praktikat e vlerësimit, zbatim më të unifikuar dhe adekuat të programit provimit dhe të dispozitave përkatëse ligjore, si dhe nivel më i lartë transparencë dhe profesionalizmi në arsyetimin e rezultateve. Nderuar anëtarë të kabinetit qeveritar, me qëllim të funksionalizimit të një komisioni të ri me integritet të lartë profesional, propozojmë përbërjen e re si vijon. Arjan Gashi, kryetari i komisionit, ndërsa Ersan Çavolli, zëvendës antar dhe pyetës dhe zëvendës pyetës në lëndët e drejta penale, materiale dhe procedurale. Për lëndën e drejta civile, materiale dhe procedurale, Lumni Sallauka, zëvendës kryetari i komisionit, pastaj Arsim Hamza, zëvendës antar. Për lëndën e drejta kushtetuese dhe bazat e sistemit gjyqësor, zonja Anita Prenaj Krasniqi antare dhe Suada Rama Hamza zëvendës antare. Për lëndën e drejta tregtare, e drejta e punës dhe e drejta administrative, Burim Shala antar, ndërsa Nehat Çela zëvendës antar. Në lëndën e drejta ndërkombëtare dhe drejta e Bashkimit Evropian, Bujar Muzaçi antar dhe Rezat Talesha zëvendës antare. Në këtë drejtim, për ta vendosur meritokracinë, kredibilitetin dhe transparencën në këtë proces, propozohet miratimi i përbërjes së re të Komisionit për dhënien e provimit jurisprudencës, si dhe procedimi tutje për miratim në Kuvendin e Republikës Kosovës në përputhje me ligjin përkatës. Sesoj ju ftoj për mbështetjen dhe miratimin e këtij propozimi. Faleminderit zëvendës kryeministre, ministre e drejtësisë Gërvalla, do fjalën dikush për diskutim. Atëherë ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet dhe me kaq përfundon mbledhja e sotme. Ju faleminderit e mirupafshim.